Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Piva ujë me limon çdo ditë për një javë dhe ajo që i ndodhi trupit tim më la pa fjalë. Vera mund të jetë periudha më e vështirë për të qenë të shëndetshëm, ku duket sikur vapa nuk na lejon të ushqehemi dhe ndihemi të lodhur. Edhe pse ka një sër mënyrash dhe masash që mund të merrni për të luftuar këto probleme, mbetet përsëri një zgjidhje e vështirë. Prandaj, unë vendosa të provoj diçka të re duke ndjekur sfidën e ujit me limon. Shumë njerëz pretendojnë se konsumimi i ujit të ngrohtë me limon çdo mëngjes mund të sigurojë një sër përfitime shëndetësore, duke filluar nga eliminimi i akneve deri tek forcimi i sistemit imunitar nëpërmjet vitaminës C, duke ndihmuar kështu edhe në luftimin e ftohjes dhe të gripit. Pasi të keni dëgjuar një sër rekomandimesh, nuk do t'i besoni të gjitha këto përfitime, dhe për këtë unë vendosa të bëj një provë. Kështu është rrëfyer Sesi në një postim të saj në rrjetet sociale, ku ka treguar se uji me limon është një ndër metodat më efektive dhe natyrale që çdo njeri mund të përdorë. Ajo tregon: për një javë konsumova çdo mëngjes ujë me limon. Procesi ishte shumë i thjeshtë. Çdo mëngjes para se të shkoja në punë diku midis orës 8 dhe 9 të mëngjesit, konsumoja një gotë me ujë me lëngun e gjysmës së limonit. Disa receta i gjeta në internet që sugjeronin se uji duhet të ishte i ngrohtë, megjithatë nuk kishte edhe një shije të mirë. Uji me limon në fakt është një nga pijet më të shpejta, më të thjeshta dhe më pak të shtrenjta për të përgatitur, dhe nëse ju dëshironi që të merrni dhe më shumë lëndë ushqyese, mundet që t'i shtoni edhe pak kastravec në ujë. Gjëja më e habitshme është se në fakt vërejta rezultate shumë të mira. E para, pas një jave që u bëra pjesë e sfidës së ujit me limon, vërejta që lëkura ishte gati e përsosur, pa puçra, jo e ndryshme, e butë dhe më e shndritshme. Me pak fjalë, lëngu i limonit i dha një hije tjetër fytyrës time. Uji me limon më ndihmoi gjithashtu me erën e keqe të gojës. Mëngjeset janë kryesisht pjesa më e vështirë e ditës, kur duhet të përballosh edhe erën e keqe të gojës. Gjithsesi, shumë shpejt zbulova se uji me limon e përmirësoi gjendjen time. Arsyeja për shkak të përmbajtjes së acidit citrik të limonit, i cili ndihmon për të luftuar bakteret të cilat ndodhen në gojë. Disa ditë më vonë, pasi e kisha mbyllur sfidën e ujit me limon, vërejta që filluan të më shfaqeshin akne në fytyrë. Prandaj duket se është e vërtetë, uji me limon ndihmon në pastrimin e fytyrës. Në fund të javës ndihesha gjithashtu edhe më pak e fryrë se sa në fillim. Limonët janë një diuretik natyral, prandaj e ndihmojnë trupin që të nxjerrë jashtë kripën e tepërt. Kjo edhe ul fryrjen e barkut. Për fat të keq, përveç përmirësimit të lëkurës dhe ndjesisë së fryrjes së barkut, nuk vërejta ndonjë gjë tjetër. Sigurisht që nuk u sëmura gjatë kësaj jave dhe prandaj uji me limon mund të ketë forcuar edhe sistemin imunitar, mund të më ketë ndihmuar gjithashtu dhe me organizmin. Nga ana tjetër, kishte edhe disa efekte negative nga pirja e ujit me limon. Vërejta që çdo ditë më shumë kisha më shumë etje që në mëngjes, madje nëse nuk e shuaja këtë etje më linte një shije të çuditshme në gojë. Gjithsesi, mendoj se duhet të merrni në konsiderat konsumimin çdo ditë të ujit me limon. Përfitimet në lëkurë ishin të pamohueshme dhe edhe pse kisha më shumë etje, nuk ka asgjë të keqe nëse jemi më të hidratuar. Një nga organet e trupit që përfiton veçanërisht nga pirja e ujit me limon është lëkura. Përmbajtja e lartë me vitaminë C antioksiduese ndihmon në shumë nivele, që nga ngadalësimi i plakës dhe deri tek parandalimi i akneve. Rrit prodhimin e kolagjenit. Kolagjeni është një proteinë e cila gjendet në muskuj, kocka dhe lëkurë dhe është përgjegjëse për forcën, elasticitetin dhe rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Lëkura e pasur me kolagjen është më e shëndetshme dhe më e fortë.
Uji me limon detoksifikon lëkurën, ndërsa vitamina C në limon ndihmon në prodhimin e kolagjenit, i cili është elbësor për lëkurën, lufton akne dhe jep shkëlqim. Vitamina C ndihmon në luftimin e akneve dhe problemeve të tjera të lëkurës. Konkretisht, ajo eliminon bakteret përgjegjëse për zhvillimin e akneve tek ata me lëkurë të ndjeshme ose problematike. Limoni gjithashtu ndihmon në detoksifikimin e organeve, duke ju dhënë lëkurë të shëndetshme dhe me shkëlqim. Ndihmon funksionin e veshkave. Gjëndrat mbiveshkore janë gjëndrat e vogla që prodhojnë hormonet elbësore si kortizoli, të cilat ndihmojnë në rregullimin e funksioneve si metabolizmi, rregullimi i presionit të gjakut dhe reagimi i trupit ndaj stresit. Lodhja e veshkave mundet të shkaktojë lodhje njollë të lëkurës, sistem të dobët imunitar dhe dhimbje trupi. Mund të ndikojë gjithashtu në rregullimin e sebumit duke shkaktuar akne. Për të mbajtur gjëndrat mbiveshkore të shëndetshme, ju duhet që të konsumoni rregullisht ujë me limon. Ulëmtimet kanë treguar se vitamina C forcon sistemin tuaj imunitar. Mbrojtje nga radikalet e lira. Studimet gjithashtu kanë treguar se një nga vetitë më të rëndësishme të vitaminës C është aktiviteti i saj antioksidant, pra mbrojtja e qelizave nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Dëmtimet nga radikalet e lira mund të shkaktohen nga ushqimet të skuqura, ndotja e ajrit, duhani e të tjerë. Radikalet e lira përshpejton pllakjen e lëkurës, ndërkohë që lidhen me një sër sëmundjesh si sëmundjet e këqija, sëmundja e Parkinsonit e shumë të tjerë. Fatkeqësisht, radikalet e lira gjenden kudo, nga ushqimi në atmosferë. Ndaj është e rëndësishme të merren masa paraprake, si për shembull pirja e ujit me limon. Limoni është i pasur me vitaminë C dhe potas. Të gjithë e dimë se vitamina C është shumë e mirë për të luftuar ftohje dhe gripra, dhe potasa stimulon funksionin e trurit dhe nervave, dhe gjithashtu ajo ndihmon edhe në kontrollimin e presionit të gjakut. Balancon nivelet e pH-it. Limoni është me të vërtetë një ushqim tejet alkalin. Ata janë acidik në vetvete, por brenda në trupin ton janë alkalin. Acidi citrik nuk krijon aciditet në trup pasi të metabolizohet, ashtu si ata të cilët ndjekin shëndetin e mirë tregojnë një trup alkalin, vërtet që është çelësi drejt shëndetit të mirë. Ndihmon gjithashtu për humbje peshe. Limonët janë gjithashtu të pasur me fibër pektin, e cila ndihmon për të luftuar dëshirën për të ngrënë. Nuk do të thuash më, po më hahet diçka. Dhe tjetra është se kur e fillon ditën mbar, është më e lehtë që të bësh zgjedhjet të duhura më vonë gjatë ditës. Ndihmon tretjen. Uji i ngrohtë shërben për të stimuluar traktin gastrointestinal dhe valët e kontraktimeve të muskujve brenda mureve të zorrëve, të cilët shërbejnë për të lëvizur gjërat. Limonët dhe limonët jeshil janë gjithashtu të pasur me vitamina dhe minerale dhe ndihmojnë në lirimin e toksinave, sidomos në traktin tuaj të tretjes. Lëngu i limonit ndihmon në nxjerrjen jashtë të materieve të padëshiruara, për shkak se limoni shton urinimin dhe kështu materie toksike lirohen me një shpejtësi dhe një përqindje më të madhe, dhe kështu duke ndihmuar që trakti urinar të jetë më i shëndetshëm. Vitamina C ndihmon edhe në zvogëlimin e rrudhave dhe shenjave. Uji me limon largon helmet nga gjaku dhe kjo ndihmon që gjithashtu të kesh një lëkurë të pastër. Nga ana tjetër, uji me limon ndihmon në nxjerrjen edhe të tretjes, duke stimuluar zorrët tuaja për të nxjerrë jashtë toksinat. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!